Përshëndetje, unë quhem Gendi Skëndaj, jam guzhinier në qytetin e Sarandës dhe sot do t'u prezantoj me një pjatë tradicionale të këtij rrethi. Kemi qefullin që do ta gatuajmë me lakrat e egra. Këta janë ingredientet që do të përdorim. Kemi shumëri lakrash të egura, të mbledhura me kujdes, qep të njom, qep të thatë, domate edhe erza. Recetën e fillojmë duke zier lakrat në fillim. Në fillim lakrat që janë pak më të trasha, pastaj këto lakrat që janë pak më të njoma. Do t'i ziejmë lakrat, do ka urdisin qepën e njom, qepën e thatë, me pak salcë domate, piper të kuq dhe erza. Pasi të gatuajmë lakrat, do vendosim përsipër qefullin dhe do t'i vendosim në furrë ose do t'i ziejmë avash avash. Në ujin që ziejmë, hedhim pak krip dhe më pas shtojmë lakrat. Si shtam, në fillim lakrat që janë pak më të forta, do na duhen pak minuta që të ziejnë dhe më vonë do të vendosim lakrat që janë pak më të vogla. Atëherë, kjo pjatë është tradit në fshatrat e Vurgut që themi, do më thënë janë fshatrat rreth e rrotull zonës së Butrintit, prandaj ne kemi zgjedhur edhe qefullin. Në zonën në liçenin e Butrintit dhe përreth tij, po flas në lagunën e Butrintit, rritet qefulli, ai që themi qefulli i rëzës, qefulli i syxham edhe mavjak. Ne sot kemi zgjedhur syxham. Pasi shohim që lakrat të cilat vendosëm në fillim janë zbutur, vendosim lakrat që duan pak më pak kohë. Kemi zgjedhur këtë recetë sepse zona për të cilën ne po flasim, pra zona përreth Butrintit, na jep mundësinë edhe është shumë e pasur me produkte. Se siç e dini, atje kemi liçenin, lumin, detin, edhe janë shumë pranë njëra tjetrës, po ashtu dhe fusha e Vurgut që shuhen për prodhimin e tyre. Dhe të gjithë këto ingredientë, siç e shikoni, dhe lakrat edhe peshku, kanë ardhur nga tradita dhe nga mënyra se si ushqeshin këto fshatra. Atëherë, lakrat i kemi gati, i nxjerrim me kujdes, do na duhet i lëm pak që të ftohen, ndërkohë që lëm lakrat që sapo ziejm të ftohen, që të kemi mundësi t'i presim, vendosim tiganin e zjarrit, shtojmë vajin e ullirit dhe fillojmë të kaurdisim qepën. Presim qepën holl, siç e dim, qepën do na duhet që ta kavërdisim në temperaturë të ulët. Shtojmë qepën tek vaji i ullirit që ta kaurdisim. Tham për qepën e kaurdisim në temperaturë të ulët, avash avash, që të na japi ëmbëlsinë e dur në pjatë. Shtojmë pak krip, shtojmë edhe 3 thelpinj, 4 thelpinj hudhra, e kavërdisim bashkë me qepën. Një hudhur e djegur nuk na hyn në punë për asnjë përndrysh, e kundërta na e shkatron të gjithë pjatën. Siç e shikojmë që qepa është bërë të i dukshme dhe është kaurdisur, kemi gati të shtojmë piperin e kuq, një lugë gjelle pas domate, shtojmë edhe domaten e grirë. Pasi shikojmë që është kavërdisur mirë dhe salca pothuajse është gati, na duhet të shtojmë lakrat, të cilat si shtam i lam që të ftohen pak, po i presim që të na ndihmojnë për pjatën. Presim lakrat në këtë mënyrë dhe i shtojmë te salca. Shtojmë pak ujë. Në këtë fazë shtojmë erzat, të cilat janë kopra, majdanozi, nenexhiku.
të shtojmë edhe pakuj akoma, shtojmë krip, edhe pipet fresk. Shtojmë edhe pak nga lëkura e limonit. Tani na duhet që të vendosim lakrat tona në një enë, kriposim peshkun. Mundohemi që kripa të shkoj gjithandej, vendosim lakrat në tavë. Vendosim peshqit. Shtojmë sipër pak vaj ulliri. Shtojmë pak krip. Atëre vendosim në furrë për të pjekur 40 minuta në 220 gradë. Dhe kjo është tava që kemi qefullin me lakrat.